Falinderit, Bendi, falinderit shumë. Mist e dashur të radio televizionit publik të Kosovës, edhe gjithë ju mist më të Master Service Chef. Mirë se po takojmë në këtë emision të radhës. Ky është Master Service Chef. Këtu ka dashuri, ka argëtim, ka edhe ushqim të mirë. Këtu gjithmonë vinë ata shefat të cilët me dur të arta, kudo që shkojmë ne për të ngrënë, janë ata që na bëjnë ushqim të ngrohtë edhe na bijnë në tavolinat tona. Shumë bukur. Unë fillova emisionin këtu në vendin e kryetarit juris. Po ngritem, mos më mbërtit dikush, pasi që nuk është vendi im, edhe po e fillojmë emisionin qysh i ka hije. Miste mi dashtun, uroj që do të kaloj mirë edhe këtë natë me Master Service Chef këtu në RTK1. Edhe besoj që ju keni mu do të knasën si në emisionet tjera. Sot ka me pas gjithë shka. Ka me pas garus, janë shefat jashtëzakonshëm, janë 3 mosh, po me përvojë kozat madhe. Por, fillimisht, ta ndjekim videon prezentuse të jurisë tonë profesionale. Unë jam Naim Bashmili, kryetari i jurisë Master Service Chef. Unë jam Adelin Jashari Biklic, antare e jurisë Master Service Chef. I'm Vlatko Ognenovski, I'm judge of Master Service Chef. Mirëserdhet, urdhani. Mirëserdhet, si ka njove Vlatko. Mirë, këta e njëria jonë profesionale, të jashtëzakonshëm, kështu që nuk zota muhabet me ta, vazhdojmë mandej muhabetin, bisedën, s'ka problem. Por, fillimisht, po du me i falenderu shpejt sponsorët tanë që pa cilët nuk shimujt me funksionu edhe me realizu një projekt të tillë. Falenderoj Yasin Metal, White Garden, Minex, Artatex Group, Hotel Princi Arbrit, Syntek, kompani zvistrane që operon edhe në Kosovë në Shqipëri, Prishtina Gas, VG Dekor, Molto Pizza në Arbrin Prishtinë, Ducato Di Mantova, Organic Fruits që gjendet në rrugën A Gjim Gjema, Agrounika Gjilan dhe shoqata për promovimin e hotelerisë dhe turizmit të Kosovës. Falenderoj shumë gjithë mbështetësve e miqtë mi dashtun. Sonte kemi 2 super garus. Janë djemë të mirë, njëri vjen nga Durrësi, tjetri është këto i Kosovës, me rëndësi që janë të jashtëzakonshëm. Ta ndjekim videon prezantuse të 2 garuzëve tanë, edhe pastaj i presim ata në studio. Përshëndetje, jam Shelzen Azoni, vi nga qyteti i Durrësit. Jam pjesë e Master Service Chef dhe shpresoj të fitoj. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Ardet Krasniqi, jam shef kuzhinë dhe kam marrë të garaj në garën Master Service Chef. Mirëserdhe, urdhat lutëm. Shkelzen Azuri nga Durrësi, Durrësak, dhe Ardit Krasniqi nga Kosova. Mirëserdhet. Mirë shumë. A keni emocione? Jo. Jo, sigurt. Emocione? Gjithmonë, pak ka emocione. Çdo emision ka emocione. Po emocioni është njerëzor. Nëse s'ke emocione, se ke marrë seriozisht, çashtu thoj. Absolutisht. Bravo, shumë mirë. Shumë mirë. Qëre, apo bëjmë diçka. Po i ftojmë mysafiret, 2 mysafiret të jashtëzakonshme, po i ftojmë e mandej po nisim me procedurën e garave. Po e bëjmë një ndryshim sot. Po ndryshojmë, s'na bërtet kërkush. Fundit, Master Service Chef rregullat i ka bo vetë këtu, edhe ka përcaktu se qysh duhet me funksionu ky emision. Na i kemi 2 super mysafire që sjellin art, sjellin energji, sjellin buzëqeshje dhe shumë pozitivitet.
Njëra nga to është një zë super i fuqishëm dhe këngëtare dashur për publikun, e cila është e lindur në Prishtinë, mirë po jeton dhe vepron në Tetov. E ftoj në skenë Jehona Shaqiri. Marë sonte me kalash në të vra para krejtve. Jona, mirë se erdhe. Sonte po ta bëj alla. E, sa bukur po dukesh. Faleminderit, faleminderit. Qysh po duket? Se di veç janë sa mu në tu, sa i Theu pash. ka kamera se kanë çka shohin. Këshure kamera, këshure. Këshure keni që me Jona, po të pëlqen. Po shumë ambient i mirë edhe pas ka shumë perime që mu më pëlqenjë. A mu i mja nisë më njerë me marë diçka kësaj? Çka po do me marë? Se di, mend, qako ka qëkja. Ment, ka gjithë shka këtu. Se di, mos të marë në i bazilik. Hajde mere pak bazilik. Vojna shtanë. Si një. Jehona mo. Edhe vogël që shtu E ka qenë. paraqme. Me që do 2 dure kemi pas rrit. Era mirë të vjen. Jona, të falenderoj shumë që ke ardhur. Faleminderit ty. Faleminderit. Apo ulesh lutem, unë ta thras edhe shoqen ton tjetër që gëzime edhe drini janë aty që kujdesen për karikën. Kjo është një aktore e jashtëzakonshme. Mu pëlqen shumë se është e drejtë për drejtë. Është shumë e natyrshme, edhe në skenë edhe gjithkund. Por edhe kështu në jetën e përditshme është shumë e natyrshme. Është e buzëqeshur shpeshherë, është e dashur me publikun. Nuk është një aktore që kur ta shen në rrugë botë kishe s'po të sheh. Apo kupton? Po është një aktore shumë e afërt. Çka e ka më të mirën, çka është më e mirë sa e ka një vajzë të jashtëzakonshme si princeshë. Është më e bukura. E ftoj në skenë Flutra Gashi Tanushi. Duda mirë se erdhe. Mirë si u gjeta. Qyshe, a gjelozove që thash më të mirë në gjoj ka që e ka vajzën e mirë si princeshë. Po, jo, absolut, A gjelozove pak? është për mu bekim vajza, ta ma puna. Se një shokëm ka thonë, a diçka ta, kur vjen puna dikur, tha mo, thonë, ti shumë i mirë, je për shambull, po djali nëse vajzën e kjetë jashtëzakonshme. Ja, komplimenti ma i mirë që e ku marrë diri sot. A, Me është rëndësi pjesë e jam jo është, Pa tjetër. kështu që s'ka E pas ka Simoni del janë gjelozën? Jo, se besoj, se e ka shumë primare dhe Simoni njëjtë sigurona. Pa tjetër, po Simoni 2 i ka primar. Po, tash ju kena po 2. Tash unë pe gjelozoj Simonin që a i përdojnë qikën ma shumë se mu. Ata cikën ma shumë. Lutra, po një me knatësi që kjo. Faleminderit shumë, Faleminderit Naci, shumë. edhe Apo për mu pëlqen? që jam po shumë që ka marrë somë të musafir në derë respekt. Faleminderit shumë. Faleminderit. Apo unë është lutëm Po. që gëzimi atje është që Okej. ju sistemon edhe unë shumë shpejt vje dhe të jo, ma ndej kemi marrë me këshyrë që shpo gatuin. Mishte mi dashtur, morë regullat i keni mësu të Master Service Chef. është momenti kur garuesit, realisht garuesit nuk e din që kanë me gatu. është momenti kur dy kamarët tonë, vjen momenti kur ata e sjellin bazën e ushqimit se që kanë me gatu garust. Realisht, këta dy kandidat, asnjëherë, edhe të tjerët, asnjëherë nuk din çka është baza e gatimit. Ta zënë. Në një emision ka qenë peshk më duket. Momenti që vjen peshku, po jo shpjegoj dhe juve që me ditë, momenti që vjen baza e gatimit, atëherë jo e keni mundësin për 3 minuta, kur të na jep, normal, juria profesionale kur të na jep leje, e keni mundësin për 3 minuta me e shkru recetën çka keni me gatu. Por, ta keni parasysh, sepse kemi pas disa keq kuptime në emisionet e kalume, receta duhet mi përfshit të gjitha, edhe kripën, edhe vajnë, edhe çdo gjë. Jo me i shkru vetëm a është ashtu juria, sepse tjera ka ndodhë që nuk janë shkru të gjithë përbërësit. Do të të gjithë përbërësit duheni me i cek në recetë. Pas asaj 3 minuta, e keni kohën kur vjen momenti, keni 60 sekonda me o furnizu me perime, pem, erza dhe gjana tjera që gjindën këto. 60 sekonda, më sharani. Dhe pastaj fillon gara 20 minuta. Edhe kur të fillon gara, dijeni që në fund, gjithmonë njoni fiton me pikë.
po s'do të thësh që tjetri është më i dobët se ai që ka fituar. Ata kemi parasysh. Edhe Ronaldo me Messi janë super futbollera, po njëri gjithmonë hub. Nuk mujnë me fitu të dytë. Kështu që nëse është gati, ftojnë skenë më ardhë Gëzimi edhe Drini me pru bazën e ushqimit, sepse pa qenë baza, nuk kemi qysh me gatu këtë, na. Deri sa të bon gati me pru bazën, unë po du m'ju thonë që mos harroni se çdo dile është Master Service Chef. Ky është një emision edukativ, arktues, edhe një emision i cili jep mesazh shumë të madh për familjen dhe për gjithë. Nëse jemi gati, ftojnë skenë Gëzimin edhe Drinin. O, hajde arshit si vera. A këto pjatat për neve, a? Urdhna flutra? Për neve pjatat, a? A, Johona. Qa për të marrë me hongëra? Pjatat për neve, a? Unë tunë na pajanis. Jena Stash mësu. kemi marrë na 3 vim mande dhe veç në digjojmë aromën, edhe unë Ai, tonë. jo, pa Ja e ke provë. bërë Në Gjakovari. emisioni shkojmë hojnë mas andej. Pak Mos me po Gjakovari, provu. veç një ajerë në mes hapë. Kumar për shtrajt, mërë për kushtar Po, për pe kumar me kushtar. qikë. Mirë, Juria, e pse gjithë ju e dini qka është unë se di? Ka nisë me marrë dinati, po gjelozej. Gjithmonë. Adelin, Na zgjedhem. po pse s'po më kallëzëni me mesazh, bilem shef, diqysh me më thonë që kjo është. Nuk është nevoja. S'është nevoja. Duhet me Adelin. ditë veç na. Adelina sa e preme, s'është nevoja. Kështu që Kuptova. mire pote. Ta është me thonë, a ke mos u përzim punët i dërgut. Falinderit. Mirë. Gëzimi edhe Drini. A ka mundësi u lutëm këto 2 pjata, me o shpërnda 2 garuzëve, apo 2 kandidatëve, apo 2 shefave, më mirë me thonë. Këto janë t'jujat dhe e keni lapsin aty, letrën aty, Gëzimi, Drini, falinderit shumë. A e ke lapsin edhe letrën për me shkruaj recetën? Po. Juria, po të lutëm? A jemi gati? Gati për të shkuar recetë. Të tëtë nga ky moment, unë numëroj me 3-2-1 dhe fillon 3 minuta për të shkruar recetën. 3, 2, 1, filloni. Juria, më falni pak, shkaj deri te mysafirët, se jemi mësu mi respektu mysafirët, ju jeni në shtëpi, jeni ujtë gjithmonë. Ju vazhdoni. Ko jeni bre matë mirat? Se bre, të prit si to. Qysh ka lut, tu prit. Tu prit. Prit. Qysh ka lut? Mirë, falenderit. Jona, A tash me kallash po kena. me kallash Jona ka me Ma mirë zbutin Gjithmonë bëna. që Jona dhe vogël kur ka qenë gjithë që shtë dhe ka Ma mirë bëna në pjata, zbutin pak. Jona, a di shush, Jona veç kur e ka ditë ku po vjen e ka nisë mundu. Që kjo dhe ka, deri sa Si kjo filloj është, me dhe tash, a era. po dini çka po hek Jona? Po. Ha? Tim vazhdojsh që shto që Jona, vitalitet vazhdo sa veç... s'ke tavolinë komu Po, veç i më shonex, veç registroj e një fitnes, urgent. Mirë, tregomi sinqerisht çu shpiu duket. Interesant, mu më pëlqej shumë. Edhe kur u konë koha e pandemisë, ju konë kryq të emisionet që i këshu shumë në rrjetet sociale në YouTube me ushqim se Po, po, ushqim. mu për veti nështë pse është dhe natyra e punës, unë relaksona me natyrë, me kuzhinë, me dokumentare që janë shumë të lehta, shumë të mira. Po, sinqerisht është, do me thonë, gjithë shka njës prej barkut. Prej barkut, Dashnia e parë është pi barkut. e vërtet. Pas në tjera, suksese, Falinderit ty shumë. edhe stafit, Falinderit. edhe Faleminderit. muzikantave ane, këngëtarës krejt mrekullueshëm. Po, normal që me kalimin e kohës vjen tu Po, tu për mu mirë, gjithçka. më mirë, patjetër. Flutra, Mirë po më duket shumë, po më pëlqen shumë prurje re, qa po më pëlqen ma tepër, se zakonisht jemi mësu me pa veç të pregadit, nuk kemi mësu mi pa në garë, shefat e kuzhinës, kështu që po më pëlqen, për shkak se përveç që është një garë e mirë, është edhe audienca, mundet me marrë recetat të ndryshme, po Patjetër. pajtona me Jonën që gjithë shka njës prej ushqimit, edhe ambienti, edhe bendi, edhe gjithë shka perfekt, dhe që ju uroj suksesit ty, stafit, krejtve. falinderit. Realisht po bëni Palotshme. punë shumë e madhe, edhe Të shoni ekip shumë i madhë. Ekip Motis shumë i pas nga madh, gjyru qëtu me ekip.
madhe. Realisht, kur ka fillu fillimisht si ide, edhe kur o të regu numri i sa ka me qenë numri ekipit, gjithë kanë thonë, diçka pas keni problem, si në mirë. Pse, për shkak numrit madhe? Numrit madh të ekipit. A vëdi se gati 50 vete ekip. Edhe tash... Gruna, i ki me vete, jo. Jo, Qosë është me pas duni ish boni 100. Ish boni 100. 4, unë jam të vete 4-ta jam. Po, dhe Ama e mirë. kam besikun me vete dhe prishet loja. vërtet, Qush e kemi vërtet. thonë, Ollo? Qush kemi thonë edhe njëherë? Qëre na, unë tash ku më të shutë, kur t'ja fillon gara, kemi më ngrit në kam edhe kemi më shku me bo këtë bisedën të boksa. Edhe Okej. kemi më knasë. Pa interesant, Not, pas ka më bo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Urime! Përfundoj, Që edhe vitiri hapë. edhe to që i kanë nërdzu për rregulloj. Mirë, përfundoj, recetat a i keni bo? Ardit, ma e recetën, a Roman ke shkru o vlojt është? A, që të kuzhinira si Është këtu? A, me gjithë bizotin. Merre, dërgoja e yris. Hajde t'luta. Dërgoja e yris, gzimi edhe drini kamarierat dhe t'i shërbejnë zonjat. Po, për bërësit, mro po është pjoto që shko më dizajnu, po është e bu në shumë shpejt. Okej, të kemi pyet heq, cila pjesë e mishit është? Briqingji, kotlet. Briqingji, kotlet. Ma si ta shikone të do të meni shportat që keni aty për të marrur, po. Produkte që ju nevojiten. Është në rregull me recetën e parë? Është në rregull? Mirë. Hajde Dursak. Urna. Besoj edhe ti e din çfarë pjesë e mishit është, a? Absolutisht. Po deri i qingjit. Mirë. Në rregull? Faleminderit shumë. Mundeni mi marë? Merre të lutëm. Ardit, e vazhdo. merre të lutëm. Djali si Adit. kshemin, Ati. Arzun. Shkelzen. Shkelzen Arzun. Meri shportat për të marrur për... Po, tash shporta, tash që të regoj. Juria, jemi gati për me bo edhe furnizimin për 60 sekonda. A jeni gati, Garus? Ardit, gati? A, recetën me vete do me marë. Edhe ti recetën me vete. Mirë. 3, 2, 1, urnani. Ma shpejt, ma shpejt. Shfrytëzoni kohën. Shfrytëzoni kohën se 60 sekonda shkojnë shpejt. Hajde. Dyzet sekonda. Tridhjet sekonda. Unë e për 2 ditë s'ka mujtë më furnizu. 20 sekonda. Po më pëlqej djepë se shumë qetjen. A e përfundove? S'ka problem. 10 sekonda. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ju lumë. Undani. E i shumë qetë po duke ndjem. Po, Shalom da vazhdojnë gjatë gjithë kohës të A? qetësi. E shpresoj që kjo qetësia... A, përshini sa të i qetje. kemi trajnu pak edhe para prakisht shkaku që do të me qenë qetë gjatë pregaditjes ushqimit. Pa tjetër. A Nuk ka për pregaditen stres në në kuzhinë? stres. Ka për stres, po do të me pas një lloj qetësie pak për me dalë në fund pjata që shdohet. Everybody Normalisht. feeling chill today. Me not. Maybe I'm because I don't understand. You must learn a I'm little. gonna translate you I after. thash Vllatkos që gjithë po njëm dyqysh një farë qëtësie sot. Tha unë e jo, thash pse, tha se unë s'po kuptoj kur gjejq.
Po kopdan? Kemi me qumë kurs. Kurs. Albanian. Lërë në Albanian, ju mas lërë në Albanian. Ka dal. Ka dal. I rjështë. Piano, piano. Ko. Mirë. Mos filloni me gatu kur gjoj. Jo. Stop. Ju pa kryetari jurisën si pash. Po pas s'ka filluar akoma gara që... Ajni gati me fillu gore. Pregaditje. 3, 2, 1, starta! 20 minuta. Sukses e djem, edhe nuk dyshej që kini me qenë tjarë zakonshëm. Shkojnë të shoqët e mija, se qëre, ju shkoni në përshpijat e ju e më shtojes. S'kom qare pa o pa me pi kafe ati qka. Jo, valla, në lakmova me shku me marrë me provu që aty në isën. Qyshme me provu alo pa e njësa? Ma mirë që atje. Po që, a do me shku, shkojmë atje tash. Interesant. Qëre qa po bojmë? Apo bojmë diqka? Njëra për juve le den në njëri inbox, tjetër në tjetër inbox. Aja bojmë qashtu. Suportojmë kandidat. Hajde. Pak lojen. Qëre, e di që ju dyja si keni problem. Cili është pak ma i urtën e po shkoj t'i bëj pak. E di ti që shkimi bo, e di, e kuptoj. E di, hajde. Hajde të këtu. Je ona, apo rrin këtu, apo del atje? Ku dush? Që je ona këtu, hajde dhe flutrat e ky boksi tjetër e fantastike që kjo. Po, që Veç, filo a i dur, po të veç, maj pak. veç me i, mos me i pengu, sepse këta e kanë problemin që Veç dohet, Po dhe problemin e dojnë me kohës. fitu. Që kemi në gatu? Qëre, unë e po dalë qëto. Ti Kështu rrëtë që- që ajo kje pare. Qëta për që në Dekoracion. Të regom një kështë. Apo vjen flutra ma këndej, se po dojnë Edhe regjia si mu po. Veç po tut na mos se S'bën me pendoj te- se e Po, ka po. kohën. Veç A mi dalun pengu e zban. qëto agem? Po jo mërë që jam Se këta, masani, ty t'akuzon. Pe Ta akuzon, arditi ma ndethët, Pe- shkaku jetë. Qërë të edhin që unë jam një kuzhinjere shumë Mirë. brillante, e mrekullueshme. Flutra, të regom. A gatun shpesh në shpe? Gatuj, po jo dhe shumë shpesh. Jo dhe shumë shpesh. A gatun ma shumë teja Simoni? Ma shpesh gatuj une, po edhe Simoni është fantastik në kuzhinë. Po, ne. Ndryshe Simoni para se me qenë aktor, ka punu në si kuzhinjar, si ndim të kuzhinjeri. Kështu që, po nuk provon atë talentin me shfaqër Edhe shpe. nis njëherë është Po, adën me po. hinat lojë dhe masani Do së pica i ndajnë. ka specialitet Simoni, kur i bën tepër Picat. tira, po. Sezonin arshëm kemi me pas gara, pizza joll, pizza mena, edhe pasticer, kështu që po do ka me binë Simonin me shtime marrë pjesë Po, ngo. valla se i bën tepër Po çeshme. mazi me bo me fitu gare, masane e smirët ma këtër mes, janë izvesh me pizza aty ngo. Se besoj që e lenë zanotë. Ja, se besoj. Okej, interesant është puna kuzhinës. A ki pa kuzhinjat ma famshëm botë janë meshkoj, ndërsa në shpe krejt veç shumicën e rasteve gjinia femërore bojnë ushqime. Ushqime shumë Që kjo interesant. është e pa drejt. Po. Pa Nështë pak për Ku shkak është me të pare meshkujt bojnë ushqime, Po. ku është pa pare... Nështë për shkak të traditave, Apo? janë imponu Po, ma nuk po vestina, tepër. Po. edhe jashtë. Përgjithsi, jo valla, unë nuk menoj që në Evropë është po i njëjti. Evrej që varësisht që i kanë qifti punët, për shambull, njoni e merë një javë, njoni një javë, varësisht prej punëve që janë, po sa i përket jashtë, janë ma të angazhu mashkujt se na. Në Kosovë, përgjithsi, shtetet e Ballkanit, gratë janë ma të angazhume në kuzhinë. Po, që edhe në shpe kemi do për shembull me gruan, Po, qa po kanë 364 ditë vitit gruaja bën Po, me po, nonën këte tame. hajnë, po. Unë e hapu, Po, këdhe në po, ditë qatë qartë, ditë shumë vitit mirë. shëlloj aty. Po, bravo. Jo. Faleminderit. Aja u livdon bile se Jo, nuk atë e qashtë se s'kom qef me Po. po valla. E. Sarë që të bën gruaja buk edhe më plumshin dur të bëf shnet. Edhe nonës edhe më plumshin dur të bëf shnet. Qajo, pra, qajo është Por, njësia ma e mirë. unë edhe me dosht me bo diçka më thënë lesit e ja djegja Ja, prish, kështu që mos e bën. Që unë për shembull që atë pjesë në orendi të shtëpisë kur më prishët diçka i thon Simonit mos e prek për izat zotit se veç e prish. Si ai që adenaj që ka shku burri, tu dosht me marrë një gotë, bam e thënë. Po. Edhe gruaja i thot, "Ma bre, ai po let e kap edhe një pjatë, edhe ato e thën." Shkon te televizori e thën, thot, "O thot ti burri jam, me u majt kampionati baksuza, thot, ti venin e dytë e sezon." Pse dha dytin thot se ças baksuzi edhe çati venin e dytë e sezon. Pare së në vetë. Dhe Interesant, ta mi qyri po ves- shefa për ofër. Ta këshyri që po bën çaj sa ti sa ajo edhe han. Jo, jenë Jo, ato kjo e çfarë bo është një kjo dhe janë nisë me salcë hongër. një salcë me lakën jenë ato e bo. Salcë me Për lakën, shembull në kuzhinën tem nuk kom provu salcë me lakën. Këtu ka gjana që mundesh gjithçka me mësu. What you Por veç prepare, kujdes, mos prekni se mundeni mu djeg. what you Po put. kitje të folë se me kona në kopsht. A ki në kuzhinë Po era veç me jo? bo mu djeg ti,
Masaneja i buri atë besniku, A ke hi në mu kuzhinë, ma nëzin jetër. Në kuzhinë po kom hi, me pi uj. Si ku shkojna në skem. Më s'ka po me shku skem se me më thy dura. Po, masanej, Na merret a shumë. me më qofë. Jehuna, për shamon, tje përtu që jem kështu Po, ne ki jam... shef me gatu. Unë jam një ndër kuzhinierët që dhe me thonë e dashuroj, edhe njerës që më njohen, vinë të anë, rinë, e din që unë shumicën e kohë se kalojnë kuzhinë, sinqerisht. Kërë më kom pa martu, unë e kom bo pjesën kryesore dekorative, se e du shumë dizajnin. E tash, edhe nëse kom me performu, unë gatuj mas nej. Mas të ndeshko me Po performua. asë njëherë, dhe me thonë nuk rrallë, ndodhë në herë, unë me hongër dikur me marrë A du kaqë. me thonë gatimi që nga një farë motivimi për me punu. Unë po të thomë që lirisht mu i me marrë gara, sonte të i halon nuk Apo vjen emisionin arshëm gara. Ta gjem kohën po me knacin më të madhe, se edhe unë eksperimentoj me ushqime shumë. Bon kishë ordinati me fituti. Unë A di po pse? të thonë A di eksperimentoj. pse? Me bo me fituti. Me këshën zi jetën mu dhe besniku. Tonë jetën kështë tonë e monin men kur kom E fitune. kom lonë A më ju gara. kujtohet. E kom lonë gara, po me knacin më të madhe kisha marrë pjesë se e du ta thash edhe. E ndoshta kur të vjen prej Tetovës me prezentu ushqime tradicionale kishen mirë marrë me ta. Po, si marrë veshën e fort ushqime tradicionale. Ska lidhe, përzin diçka që aty aty. Cila është koga që e kënën mas shpeshti kur jetu gatu? S'knaj kur gatuj. Për në me? Jo, e lëshoj Cafe de Paris. A Cafe Është de një radio, Paris. Cafe de Paris, më pëlqen shumë. A nuk knoj, asnjëherë kur të gatuj nuk knoj. A gjithmonë më pëlqen me ndigju muzikë. 2 orë, 3 orë i ki Para garantu mendoj me me çdo pas- ditë që unë i kaloj Para mendoj kuzhinë. ti kështë pas që të pajisin në shpe. Okej, për kuzhinierin e mirë, edhe vesh me dru krym punë. Po ka një herë. Ka me ta dështu Ka me ma emisionin. dështu. Që dil jashtë? Jashtë. Jo, qëre. Është gjuna sonte mos me dalë diçka shumë e mirë, kushtet i pas kanë perfekte, edhe një plus i madh, nuk e di kush i furnizon, ko kanë, dhe më thonë, krejt, A po të më hangre dhe diçka? sanat, jo, qëtash e kum zgjedh Kjo ketu hi me hongër E- këtë pazarin, E kum dalë aknën, Ama bukur po duket. Shumë, Ha? shumë gjyra. Po ne me. Edhe qëto Se erza, sfidon edhe musafirët në jara. mysafiret me gatua, Po, po ish tua. ish dalë Po që i thash interesant. edhe one. Për besë Sa interesant. unë qëta e kine rozmarin këto, e Fluta. jam është ma e mirë, ma e Qënë për shembull madhe. qëto erza, Okej, këto nuk shiten paketume. po. Këto shiten qështën. Në për vazo, edhe tash kuzhinierat i marrin, E Edhe i ka shfrytëzohet. pishkoj, po. Rozmarinën e di, po ka gjithë zakonisht shka. shumica e kultivojnë në shpe. Realisht me tregu shumë drejt, nuk Po e di që kjo gjitha mas çka janë. gjaj kureshtjen, E s'pedi. që kjo çka është? Çka është kjo? Dekorativa, Çka? është dekorative ma shumë, për me dekoru Aha, ushqime. okej. Dekorative. Ajo është lume. Që është kjo koka rukolla, menta, rozmarin. Interesante. Çka është kjo, magdanoz? Magdanoz mu do këtë edhe mu. Jo. E raspivja Magdanos. Dosh me hongër magdanoz. Po e hojnë se s'na myt. Ashtu kështu është Që po shumë e e mirë provojmë? për mi ulli në dyrnat. A? Ja, s'është Magdanos. Ardanos është. Kur s'den aty si nga donave. Selino. Urda? Selino. Selino. Kjo pjesë e A, do të thotë ajo Selino. Selino, okej. A, so bukur. E mësova. Selino. Qysh për duket që ke puna e garës? Atë ka rona herë me pa shef kuzhine profesional të shtonë të pajisë. Jo, normal, që shto mbrana në restoranve që se e hapun kuzhina, vjen që i kom pa pi përballë, për ndryshe, i rapar pisha, përveç që i kom pa emisionet me gara të kuzhinierave, e që ajo më bo një munish krenar që po realizohet edhe të na një e tilla, vëden. E sidomos që kjo me sekonda, se është një para, vëden. O, kukuzat. A vëdin sa do me konë me pas dorën e letë, kër e kit limitu me konë, e kit masej të lashe, se vetë që aty të rinë meni, atut në gajlën, jom ka e baj që o ka pështjelavë. Se dyqysh koha gara, vetë garat qëtë prej, se ki komuniteti, se ki komoditetin që shë banë në shpeja, Po, vëdin. normal. A shtimi e hunën me knu një kongë, sa pëta Po, kismet, valla, po, heq, vëdin si fore. Si më fora, hajde shkojmë Po, bashkë, e hajde. pysim një forën. Në shtë në nganë. Si më fora, vëden. Jehona,
Jam të intervistune, e ku marrë më pytje. E ku marrë Bravo. Për shembull, është një kong ku jam unë e ku je ti. Kush nga bo me që tekst? Avni Qaili, a zemrën, avni të dua. Edhe unë të dua, avni. E dojna krejt Avni Qaili. Po. Avni Qaili është një shok i krejt artistave, krejt muzik, krejt e dojnë, krejt e njojnë edhe është, dhe me thonë, ikona e himneve të krejt kongëve më të bukura shqiptare. E që ta mërë mendja ty, Jehona, me knu kongën, ku jam unë e ku je ti me bendin? Po, për shembull, jo. Për shembull, kështu. Po, nështë ata të Më të madhe knutje. mujna mi inspiru. Po, dhe Po, inspirojnë. edhe inspiru. Në atë zonin e bukur Po tonë. ma s'ullova pak, po shkojna prej ullë në fillim. Prej? Prej ullë, që me gjithë shka me bo Hade, pak më bom, hade, ndryshe. hade kishe jemi ullën, kishe jemi ullën edhe hade. Hade shkojmë kishe jemi ullën e hade kishe jemi ullën. Hade kishe jemi ullën. Qajo me lokën që e zike shumë atë gjoj kur ishte. Salsa, do se kësha provu. Qajo me lokën, Simoni ka me qëti me bocat salc me lokën. Ja, jo, Që do ja, na me jo. ditë receptin pra, se me spritoj me bu. Hajde, Bendi. Bendi, hajdi gati. Hajde me Jehona. E imja je më theu shpirë Sa fjallë të ombla më këthan Në sytë tu isha unë drit Pyese më ke la Tani më nuk ka lumë të një Ajo kam betur iluzion Më thuaj qka është për ty dashuri Astaj shko për gjithmon Më thuaj një arsye që ta di Astaj shko për gjithmon Letra do t'i grisi, jetër e do nis Do të bëj si kur e lumë të njam Do filloj të pi, të harroj ty Në këto qaste mik, rakin e kam O, dashuri Ku jam, unë e ku je ti O, dashuri Ku jam, unë e ku je ti Të botës mi faj E sa premtime ore qas Ti bëje beo hiq bandaj Se shumë jemi dash Tani më nuk ka lumë të një Ajo kam betur iluzion Më thuaj qka është për ty dashuri Pastaj shku për gjithmon Më thuaj një arsye që ta di Pastaj shku për gjithmon E letra do t'i gris Jetër e do nis Do të bëj si kur e lumë të njam Do filloj të pi Të harroj ty Në këtë qast e mik rakin e kam No O, dashuri Ku jam, unë ku je ti O, dashuri Ku jam, unë ku je ti
unë ku je ti. O dashuri, ku jam unë ku je ti. Shëndet Hajde, e gjithat gëzuar, mirat. gëzuar. Gëzuar gjithve. Flutra, të regam kështu. Apo ja vlen mu marrë me aktrim në Kosovë? Ku çfarë pyetje të kumbuar? Gjithçka që ti e bën me dashni ja vlen. Nëse flasim në përfitime, është problematike. Po sepse dashuria lidhet pak edhe me mbijetesën. Po, fatmirësisht tash po ekzistojnë platformat digjitale që mo nuk po jemi shumë të mbarën prej terminit televizionit, edhe përfitimet normalisht që po janë pak më të mira se që janë kohën, edhe që tash po menoj që ja ka nis pak mu ngjall artistat, po menoj. Ekonomikisht, a ja vlen me bo nëse s'ki bazë dhe këshyr me mbjetu për i këti zanati, është problematik. Individual ja del deri dikun, po nëse ki familjen mrapa ose ki që duhet në varën prej teje, prej kësaj pune, vallojnë pa pasur një punë tjetër, deri vonë ka qenë shumë problematika. Mas nena kusht edhe ajo pjesa se ti, ndoshta une kur kom studiu Akademinë e Arteve, kom marrë me shumë dëshirë, cilë do projekt, qoftë teatral, shfaqjet, qoftë filmat, qoftë kur kemi kalu edhe në komerciale, e kom bo me shumë vullnet, po me kalimin e kohës kjo të kalon mas nena edhe në biznes. Edhe në momentin që ti nuk vlerësohesh në aspekt, po flas tash financiar, problem është mandej edhe me pas motiv me vazhdu, po ka ndryshu gjana tash, nuk është keq, që shka qenë për para, po flas në fillimet e mia, u konë shumë problematike. Shumë problematike. Të kuptoj. Por, fundit, unë mendoj që me pas disponim me marrë me artë, me aktrim, me muzikë, nuk mund është nëse, s'pja përmend jam një shok jam, e është muzikant shumë i vjetër, dhe ma ka pas thonë një fjallë ta është problem ta kur ti del në ekran, në shambull, edhe mundosh me aktru të tjerë, ndërkohë vjen mesazhi prej në shpithët e këpëtën në rrymën, se se kemi pagua, bëdër. Po se s'ka ujë. Po se e nalën ujë, se kemi pagua. Kështu që bile një farë bazë ekonomike me Po, pas. dhe në fillim ti kur e nis këto si pun, e don e bën me shumë dashamirësi, se është fama ajo që ty pak mas nejna dhe të stimulon. Po kur e kryon famën, kur e bjen në pikën e karierës, edhe shet që abdin se nuk është veç aktor, veç performancë në skenë. Një aktor mas nejna shëndrot në një ftyrë publike, aty i vynë mirëmbajtja vetë, vesha, mata, apo kupton, gjithçka lidhet mas nejnë që ti mo nuk je mo njeri i thjeshtë, edhe gjithçka për ty ka me konë, dush me qenë pak ma i kurum. E sunja del, është shumë shtirë me hecë mas nejnë për qata, se veç e shet që ja ke bo sherin vetit, apo kupton? Sepse gjithkon ty kanë me të këqyr, me qëto kushte për shambullën e di vetë që ta pas një bazë. Për shambullën me bo këto? Po që ta shti po. Unë gjithmonë jam të folë kur ja kum njësone, para 20 vjetëve ka kjo punë. Që ta shpo, që ta shti pesheti, janë edhe rjetët sociale, e kiti TikTokin që, apo kupton, është media në veti, kushdo që i hinë kësaj parpune. I shkojnë sponsorat, YouTube-i, sa një maj mirë ever, dhe me thonë, na kemi kalu, unë edhe bashkëshorti kemi kalu në YouTube, kështu që ajo po na pëlqen për faktin që nuk po ki presion televiziv, presion terminit, edhe kreativiteti po është 100% ma i mirë kur po je me YouTube. Se po je qa ditë kreativ, jenë disponim, e shon edhe realizon projektin pa... Po, se s'ki disponim, se s'ki disponim nuk e kohë, bon, se qëre, puna artistit nuk është me quran, na qojmë në kryran. Edhe në momentin që ti blokosh, që për shamull, po supozoj, unë kom punu shumë me termine në televizion, për shamull, ka qoftë seriali ose projekte, qka ka pas, se kena pas një ditë saktu me qa ditë, o dashti, a s'ke mirë, si ka interesu ti, o dasht me dalë me performu. E tash qatë luks pe kena me YouTube. Edhe kom pas digju një fjallë shumë bukur, thot, nëse ekziston profesion më i vështirë në botë, është profesioni me i bo masën me qesh. Komedia është zhandri ma i vështirë. Ma i vështirë. Ai që bën komedi, ai që lun komedinë e din,
është shumë problematike. Se për shembull për mi bo me qajt nuk ka fort problema, i veç me mkshirmu njeri janis me qajt. Ja, unë e kam të kundërton, unë i bëj veç me ndje edhe me reflektu. Ama edhe kjo është prej në gjendje. Pa tjetër, qëna për shembull dhe muzika. Prej në Edhe muzika e ka të vetë, qelësin e E vetë. ka të Sepse ti vetëm, shkon në një ambient, ku ndoshta gjysa s'kan disponim. Po pajtona... dosh me kriju atmosferë. Pajtona kit me ty, po për momentin jemi një frym që janë dy planetet të ndryshme, janë të dy atë artë, po nëse flasim për vendin ku na jetojmë, Kosovën, është shumë më vështirë me qenë aktor që e ki kry se sa këngëtar. Këngëtari sot e ka shumë ma letë për me egzistu. Edhe ma herët kanë qenë, ka pas ma letë, sepse jënë konë dasmat, cilët mas njëna mas asaj kënë konë koncertet, performanca, diaspora i që ata që i kanë majtë, ndërsa shumica aktorëve nuk e ka pas për shembull çat luks që muftu në diasporë qysh jom ftu këngëtarët për shembull, na cilët jemi ftu në diasporë, u dash me kon veç ata që jina kon top, apo kupton, edhe që ata kemi shku, kush ka mujt me depërtu. Po edhe nuk u kon e përditshme për shembull se vikende që e keni pas luksin jo, na jina shku me naj fest, vita 3 ose ditëve të caktume domethënë. Përndryshe nuk kemi mujt deri sa fillu me shti edhe nën trend, me hi me bo humor si surprizë në përdasma. Po, e ti se pas detyru, ato keni bo pëse një detyru. Jemi detyru. O dosh me mbjetu realisht na kam ftu për surprizë, mas ne kur e kemi pa që Po bojka, kemi vazhdu se a beson që dasma unë personalisht po flas mas pak të bëj humor në dasma përpara. Se dashnin që e marr prej njerëzve aty mrena është e pa kontestuar, s'paguhet me para. Sepse dasma jon familjar ki krejt edhe apo kupton, shumë edhe e ki skenën e sigurt. Se ndryshe është ti ku shkon me performu dikun, stresi secilit artist është apo të mushët salla. Se është presioni i çati që të ka thirr. Kështu që darsmë një ki musafir të garantum krejt janë në qef, krejt janë shku për gëzim, edhe abedin humori ka pas hisi prurje re në përdasma edhe minë zispritshrin, do me thonë që a dashni që e merë është e pa diskutushme, do me thonë. A ndigjojmë bendi një kong edhe mandej vazhdojmë prap me bisedën, a dhe ndigjojmë bendi një kong, bendi i dashtur. Ore unë jam mullu dhe po pia vetëm për ato dy syte bukur moj që s'më lanë të qete. Në pjetore unë jam mullu dhe po pia vetëm për ato dy syte bukur moj që s'më lanë të qete. Se ti vetëm shaje taroje të qeshje dhe më flisje si e marë mor. Hajde, hajde, se ti vetëm qaje haroje të qeshje për shpërisje si e marë mor. Hajde, hajde. Dashurova syte bukur, syte djallësise, se m'harrove më shkatrove moj, ma humberi njine. Dashurova syte bukur, syte djallësise, se m'harrove më shkatrove moj, ma humberi njine.
Se ti vetëm qaje, parole të sheshe, o më flishje si e marë amor, hajde, hajde. Se ti vetëm qaje, parole të sheshe, o thërishje si e marë amor, hajde, hajde. Se ti vetëm qaje, sarole të qeshe, shmërisje si e marë amor, hajde, hajde. Se ti vetëm qaje, sarole të qeshe, o thërishje si e marë amor, hajde, hajde. Mirë, bendi, falenderoj shumë. Bendi i jashtëzakonshëm. Ju dua fort, ju dua. E, a shkojmë edhe një herë të boksat? Hajde. Stupidra. Që, je hona, disponimi. Hajde, merrni edhe gotat. Unë e pe marrë edhe gotar. Po në edhe gotat një marrë me vete. Po shkoj të qaj kandidati që atje jemi që kesh të e super. Qëre po shkojmë, po diskutojmë pak edhe me kryetarin Juris, apo? Hajde, po. Hajde. Që s'di qka të bo kështu, di qka për me rejë. Kryetar, Adelin. Ade t'luta, Adelina. Adelinën e kemi për asret. Une prej largë mi këqyr do sene tjera që dohet mi bo minus. Ira ka i vjesh me mirë, nuk i di. Normal, është mishi i të tre neve i preferuar. I preferun, ja? Që shikoha mi që këmish? Edhe këmë briqi në të të disa gjuhë, mund të themi karrej qingji e para, sepse nuk mund të qëmi bri qingji komplet, sepse bri qingjit nuk, kjo është pjesa në mund të themi pjesë ta më hogu, më shumë po tjede e liqave, po tjede kinja ke qërë pjesa karres qingjit më shumë, sepse ka pjesën shtytës kurizore, s'ka është ndarë në mes. A pjesa e shtytës kurizore? Po, kjo është pjesa e shtytës kurizore. Dhe është pjesa që pjekët pak ma shpejt. Ose në qose ne mund të shkusim nga pjesa, mund të qojmë kundra filet. Pra, në qose ne shkusim nga kjo pjesa, e qojmë kundra filet. Kjo vdis për buk. Ira, i preferuar. Po normalisht, kur përdorën njerëzat adekuat. Tashtë ajo jeni. A shkojmë taj tjetëri? A shkojmë të buksin tjetër bashkë? Hajde. Jo përri që to me hudër. Ej, që shto ma bukur për më duke të emisioni me lëviz krejt bashkë. I just call Që kjo tjetra? Që ja ka një si ati? Po veç nuk jetë drejt me ndimu. Shpindimoj A, oke, për vete. Qërej të ongër është rona, po shto diqa, apo dëmë ongër? Jo, me. Apo dënë? Po, karot po. Hajde. Se marrëm retinol, kështu. A, po. Se ka vitamin A shumë, e s'di sa e keni që u po Vitamin tren A? një farë retinol i gratë me qesin krem për ftyrë shumë, me përpajtje të vitaminës A. Kështu që veç në të bojnë një salat me karota, e ka Në rregull, vitaminën A. A, po të ka me shku me bo në shpia e me organik Që sot, ta s'po më marveshje. edhe me shek që është Ke dritë e me? Edhe sheka është një prej bof antioksidantëve. Na bo. Apo të? Ku, apjo atë mëne. Po të e kështu në veshëm ty me... Sa mërë po hanë kështu? Gone, Gjakovarski, me menoj mirë për për Ti ka ta shumë sinqeresht. Po e me ndonë nishin e për hanë karotën. Merjerë. Ja, kështë diçka e burgë, me do nishin a ka rosë. Po të me ndonë nishin. Sa më shumë pëlqej emision. A po të pëlqen emisioni? Ama, min ku adru krejt, sinqeresht e po. kon, është diçka mrekulli. Për mi inkuadru me hongër atësysh. Jo, të betona për një meshtën për qyshëm, edhe e di Faleminderit që ka me qenë një ndër emisionet më të shikume, po më vjen keq që be thamë publikisht.
është bo e bajatshme, turp, debat, reklama, debat, seriale turke, debat. Dhe me thonë, mendoj që është emisioni i parë. Ky emision i ka dy rregulla. Politik s'ka, politik nuk ka këtu asnjëherë. Ta mund puna me pas politikë edhe në shim. Po, parë o vendos kështu strikt, domethënë politik s'ka, sepse e kemi mendu që nëse unë dhe Visar Demolli, producenti, kishim dashur me marrë me politikë, kishim konkuru për deputet. Po. Ja bëj me granitur. Me granitur. A ka mundësi kamera me po? Qëre, Me që po shef fantasote Naimi me mish, garnitur ja bori. edhe unë për servim me garnitur mish. Pa tjene, që sa bukur. E tash, Edhe pak shrek. e kemi mendu që politikë mos me pas, 1, 2. Me qenë emision që mundesh me shiqu bashkë me familjen, bashkë me Që është shumë e fëmijë, bashkë me rëndësishme, të gjithë. edhe sot është shumë problem më ullë, një Shumë familje edhe me pa Fatkeqësisht. një emision, se politikë s'mujnë krejt bashkë, Po, seriale jo turqisht. tash, realisht u bo padasht me, u bo sepse jo gjithmonë debatet po shkojnë në mënyrë më të mirë dhe po ofendone, po... Apo dokot që na ka thirë mi bo reklam emisionit Po, ti. pa tjetër. Po m'dokot plus papagesje Sa na. foto i ke bo dhe sa foto i ke bo? Sa foto i keni bo me i postu në Instagram? Nga, unë s'kisha pritu, unë s'pritoj mi bu një produktit t'il në reklam. A përshem, bravo, Sa është bravo. produktiv. Bravo, bravo, Flukra. Që kjo e pe? Kjo me njerë se ke husu vi godit darës, Po mësum të Kja i unë ka që tezë, dorë se po. më të godit. Po, po. Që din se unë prapë të dua. Faleminderit shumë. Na veç këto që shto se po dojnë me të pa kamerë. Që ta vinë dhe tjetë. Shef Naim? Naim Bashmiri nga Elbasan. Hajde mas jena shtu bashkë nga e Elbasani. shefin të Po, bashkë. hajde e bojmë një fotografi edhe... Shekli edhe ti këtë me neve, A përshet që ta nuk bëj reklam që reklama, shkoj. Faleminderit shumë. A keni pa emision? Që ka në Elbasan bukër, shef, Alzana. Çfarë të është ti? Është qytet shumë i bukur. Elbasani bukur, Elbasan. E sonë që ose ju vini në Elbasan dhe ju i presim. Me knatësi. Po, kemi me orë në Elbasan, bashkë, komplet, këtë kemi me Kemi edhe orë. një resort shumë 53 bukur. vjetë kemi Vini, kemi. po. Po. Takimi e ti. Po. Interesant që është shumë. Naim Bashmiri për ndryshe është ambasadori i ushqimit tradicional i Shqipërisë. Apo, Po, është i Edhe kuzhinën tradicionale. pasionuar dhe i fokusuar të ushqimit tradicional. italian që që Vlatko, bukër. Vlatko Gdenovski prej Shkupit, është shef Vlatko Gdenovski, është edhe ligjerus në Francë, ligjeron në shumë vende, po. E kjo kuzhinier. Adelin Jashari Biklis është shefe pasticere dhe degustatore, ka përfundu në Universitetin Alman në Itali edhe në shumë vende tjera. E garus të janë të Kosovës, a? Garustin të Kosovës, jo kjo është i Kosovës Arditi, a ideali atje është Shkelzeni nga Durrësi. Sezoni parë i emisionit ka me qenë Dursak. Sezoni parë i emisionit ka me qenë do të ketë vetëm garus nacional. Dërsa viti dytë, sezona dytë, do të jetë për pica jonë, pica men edhe pastiqer, viti tretë do të jetë me garus internacional. Super. Prej shumë shteteve të botës. Kështu që kjo është ka me qenë e curia e Master Service Chef edhe kështu me të regu drejt, është knatësi sepse e dim që përgjithësisht shefat e kuzhinës gatuin mirë, hajnë për durve të në si njef kërkosh. Qëra, une e kom këqyr herën e fundit Netflix, është një film me kuzhiniera, me kuzhinë. Po. Edhe nuk ka film më të mirë se spjegon ushqimin edhe kuzhinën e saj. Është Chinese. E ku po? Po, a e ke po? Po. A e ke po ai breti Visar kur Demolli ka shtipe, Po, po. a nuk mundesh veç me ik Po pitina. e s'mundesh. A ke po qyshe përjeton, do me thonë pjesën për një me, gjithçka nis prej barkut. Po pajtoni me mu, Është art edhe kuzhina është art. Nëse Patjetër. se don, e ki problem me a bo. pajtoni me mu edhe ti hona dhe Flutra që shpesher na nuk e vlerësojmë ato që e hajnë në lokal. Nuk e dim s'pysim as kush e ka bo. A di shojmë shumë e bukë, shumë e mirë, shumë e shishme, sa dohet ka që pagujmë edhe shkojmë. A është dikush atje mranda që kanë dajtë në nëzet, në presion, në stres, për me ta pru qatë pjatë, Qëra une nuk guxoj, po mirë, e vërtet është, po nuk guxoj me full për masën, une personalisht për vetën tame, munona është gjithmonë me vlerësu me fjallë shumë të mira, po në qofë se për një me nuk më pëlqen shia, jam është shumë diçka e drejt tjetër, për drejt. po është diçka Apo tjetër. kupton, në krejt aspektet munona me respektu një kuzhinier edhe ushqimin se e kam
e kom pjesë shumë të rëndësishme tjetës tamë, si secili njeri, po unë e dyqysh qaj dashni me ushqim, sinqerisht po Po, të ushqimi është diçka që na jetojmë me ta. unë nuk muj, kur jo mund të asë Dhe nuk kur e gatu në të ushqim do ta gatush me dashuri. Po, e qëta ka shtu i thonë, është një farë arti, që në qofë se nuk e bën me Tash dashni, për shoh se kretë mysafir që vinë të onë ju pëlqen ushqimi, se për me shumë jap dashni kur Sepse gatoj. unë e shoh vetë në fjalë, nuk kam kaj vite, E shi, 30 vjet domethënë, eksperiencë, e do tash shijoj. që jam në mësim Edhe lanë. talent me bona. Dhe ke shkolla Jap profesionale dashni. ku jap mësim. Mundohem që dhe brezit të rinj t'ja transmetoj në mënyrë sa më problem me mbesu. me- Ama ki marrë sa më një me ditë dashuri, me jo me atë po. egërsinë e vet duke gatuar, por çdo lloj gatimi dallohet në një moment që ti se si e A gatuar. din shef se po pajtona me ty, kur kom fillu kuzhinën në fillim unë, prej stresit apo muj mi qëllu recetës, e kum po shumë me presion edhe kur nuk kum dil ke finalizimi i mirë, po menoj shia. Në moment që unë jam lëshu edhe kum po me dashni, pa frigën që a pja qëlloj recetës, a duhet me pa, e kum kuptu ka fillu me mdojnë ushqimet i mira. Një dytë edhe kur e fillon edhe ushqimin fjalë duke gatuar, fjalë çdo produkt mos e keq trajtosh si produkt, po ta respektosh atë produktin. Mund ta themi më shkoj kështu që ta respektosh atë lloj produkti, për atë lloj gatimi. Në momentin që ne i bëjmë këto gjitha çdo ushqim në atë shumë perfekt. Po jo me atë nervozizmin, atë Po, me strese, me ngute, po. Po tash ka ndalë edhe reseta shumë të shpejta, shef. Sa po pajtohesh ti me qituat që pi bojnë shumë shpejt? atëherë unë Sa mund me qenë produktive? Duke qenë se jam i qik tradicional. Dhe Po, restoranti që kam. shefi jam i preferum, kokon i Ade, du sane tradicionale. Dhe unë në dhe restoranti që unë kam në Elbasan, gjithmonë jam përshtatur ke kushina tradicionale. Çka ka Elbasani tradicionale? Atë, Elbasan ka shumë tava. sa më Tavën thashë- Elbasan. Jo, nuk është vetëm tava Elbasan, ka shumë tava të ndryshme, sa unë e kam thënë në shumë emisione televizive që Elbasani është ndër kryeqyteti i gatimeve të stinës. Po, Pra, çdo gatim, çdo tavë Elbasan ka stinën e vet. Pra, tava e kosit ka stinën e vet kur konsumohet, tava e pistilit ka stinën e vet kur konsumohet, Opa! tava mishi me kumlla ka stinën e vet kur konsumohet, pra Qysh është mishi me kumlla, s'pas kanë dëgju po, kot? është mishi i kecit me kumlla jeshile që konsumohet në muajin Shumë interesante që kjo sapo flet Naimi me në flutë. maj dhe me mish keci që është në fundin e prillit dhe fillimin e majit. Pra është me kumat jeshile që akoma nuk janë pjekur mirë që të skuqen, po janë ajo asia që kanë ato kumat dhe përdoret me mishin e kecit, sepse në maj fillojnë të dalin kecat e vijme. Po. Shepen e njom që kanë dalë sa ka ardhur pranverë, pra çdo gatim tradicional Elbasan janë gjitha të stinës. Unë them me plot binin që Elbasani ka shumë tava, sa ne njerëzit janë fokusuar vetëm ke tava e kosit, po me shiju tavën e pistilit që është stina tani e tavës pistilit që është zona Qa ka isha ato avën e pestilit, shef? kumlla mas ia shpjegur, kumlla njëti me kumlat e garë. Edhe na i thujmë pestil, si pestil, jo. po, peta që tha atë dhe me bërë mishin ai bot me gjoksin e dashit, që pse është pjesa më e diamosur, pistili duke qenë i afërt, me qepën e unë krijoj një recetë, një tavë shumë e shijshme dhe Ka është një shefe më shku në Elbasan, sinqerisht, po të kam i provu. unë i përdor këto tavat, kjo është me tavën e kosit. S'bom tavën e për pestilit. provu ushimin e shef Naimi. Qësese. Por edhe po ta tregoj një sekret që ma ka tregu shef Naimi. Ka thonë ku shkon në restoran, asnjëherë mos poroset me hi me këshyr menun. Po vetëm thuj le të vendos Se dhe është shefi. special, po. Jo, veç le të vendos Vendos shefi. shefi. Sepse kur vendos shefi e bën gjithmonë më të mirën. Po, bravo, ma mësuve që të sekreta dhe mu. Unë të them që nëse Një minutë e 50 sekunda. Do të vish të provosh disa gatimet e Elbasanit tamam. Gatimet vjetra të Elbasanit. Pa tjetër, Kur unë e edhe- kom e marrë edhe i qulli me familjen ose- edhe me orë, me shumë knacim. Mund të jap si kontakt. Po, pa tjetër. Edhe kur mund ta thoj. Po. Unë kisha partje kam pasur disa miq nga Prishtina. Në Elbasan që kishin ardhur kasile për të kuzhinë tradicionale të Elbasanit. Dhe mund vish në çdo stinë mund provosh gatimet e stinës të Elbasanit. Do me thonë që tash e stinës është ajo Tava e mishi i pestilit. tave e pestilit, me gjokë zdoshet, se majtan men. Kë arditje pas ka përfundu. Kandidati jam e kam pas. We see presentation finito. Yeah? The ardit everything is finished. Tu këqyrë në që i ka Por të ma, pru. të këshyrë që ka të pru. Qa s'ka pjotin, qëto e ka. Edhe një minut. Të këshyrë që ka me morë me ongër diçka. Qa ka Signor bërë? Kita, Ka si. Yeah, it's time. yeah, it's time. Yes. You can go in your place, please. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dursak, ma Mirë. shpejt se dhe 44 sekundat kanë mirë. Pa më vjen keq, jam i fitoj, ne Po. Janita era, nuk kry. Tash, vini ju dy atë të tavolina. Agim,
Urna. Fare vendosim ne, thoj. Po, e kush fiton e vendos ai. Jo, Edhe jo, Juria jo, komplet. jo, review-ja është prej neve. Flutra, a bën tutën të Jo tash më të duhet shku ju super tu atje, kabe 30 sepse sekundë. tash numëroj se përfundon Hajde, gara. okej. Edhe ju e ndizhoni kush ka me fitu. Tregom ju lutem, Juria, Valoj, pa i kërku Regjia, edhe unë fal. e hona. Po, që Ma s'ysh po mja u kemi jep çmimin. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Përfundoj. Mos prekni asgjë. Bravo. Shkelzen, u kry, Ardit u kry. Juria. Mirë. Jemi untua. Jemi untu për bes. Jemi untu të poshim. Prej aromës. Të lutëm, Shkelzen, a e sjell pjatën të lutëm për degustim, edhe e vendos pjatën tek shefja Adelin. Mund ta prezantosh se si pjatë. Të janë kotet qingji, është me krem patate bëllë përzirë me karrot, me xhenxhefil dhe mente. Kri piper dhe vaj margarin, gjalp ndryshe. Kemi edhe pjesën e dekorit të krostatës të brinjve të kotletit, që ka marinu prap me qep njoma dhe krip dhe piper dhe vaj ulliri. Thjesht bukur sakt, besoj që ju bof mirë. Unë veç startova me shiju qysh ma herët, po tash ti ko e shijojmë taman qysh dohet. Bazësh. Nuk po mundum. Kalon më lërë. Është të tjetën? Po, Shumë mirë. mirë. Po thu? Shto? Është kozja procedur interesante kjo çështja e degustimit nga Juria. Ju kisha ftu gjithë shikuesit me pa që Me pala në tjetën. nuk bëhet prerja dhe degustimi në mënyrë klasike. Është mirë me pa se qysh e degustojnë, qysh e marrin aromën, gjithçka e ka vlerësimin e vetë. Jo vetëm me marë, me fut ngoj edhe me përtyp. Por, gjithçka, çdo shis më duket që aktivizohet për me e pa se çka ka gatu një shef. Edhe në fond, me mbrim, me notu, me i dhon pikë të duhura. Tash realisht është të degustu pas shefes Adelin, është të degustu shef Naim Bashmili, kryetar Juris. Tash vazhdojmë tek Vlatko Gnenovski. Edhe një gjapë du me spjegu që degustatorët apo Juria gjithmonë e kanë ujin përpara që nuk, sa e di unë Adelin duket për degustim nuk bën me pikë gjë tjetër përveç ujit. Jo, Kur bën degustim, apo? po, Spijet asgjë, do të thotë vetëm uji. veç uj. Se gjithçka tjetër ta ndron shijen. Kuptohet, mandej shoqërohet me Po, tjetër diçka, shoqërohet por me njerë diçka për tjetër. degustim do t'uje. Po, po. E për shembull, kur shkojmë në restorane, pse nuk e degustojmë mas pari ushqimin me fillu me ujë, që me shiju 100%. Se s'doni, Zdojmë. na për shembull po, Ju po, unë po. vetëm me Po ujë. fillimisht gjithmonë në restorane sjellet i pari uji. Shumë bukur. Mandej vazhdojnë me të Do të tjera. thotë gjithmonë do të me qenë ujë fillimisht. Pa tjetër. Informacioni mirë. Mirë. Shef Naim, Dhe a ngjyra- ke për me i thonë djallit Po. diçka? Mënyra se si e ke komozu si pjatë, më pëlqen. Por dhe pjesa e salcës është shlitur shumë mirë si salcë, pjesa e krokantës për mua do të ishte edhe pak më krokante se që duhet. Ajo pjesa me që thesh, pjesa e krokantës të ishte pak më krokante.
Ky është mendimi im, nuk e di Adelina me Vllatkon çfarë kishin. Unë veç fillova me të tregu edhe paraprakisht, për derisa ishe të e pregadit veç ndike ajo aroma edhe nuk mujta me prit. Pa e provu pak. Është jashtëzakonisht e shishme për mu pjesa e salcës të patatës të ëmbël, mënyrën që e ke prezentu edhe kombinimet cilat janë bërë me erzat, që e përmende edhe më herët. Ke përdor shërbele, mint, Shërbel, ment dhe kopër, në fund për dekor. Pjesën e fundit. shia që të mbetër, Salsa, kur ke salsa. thomune, të salsa, shia që të mbetër, after the after, kur thomë, Yes. after the after taste. Këto, që atëherë është Do të këto. perfekt. E ndjen, edhe masi që e shion, e Pas ndjen disa edhe pak. minutash. Pas disa minutash të mbetet në shije, do me thonë kur e hanë edhe shkon me gjithë shka normalisht. Vlatko, do you have to pëlqen. say something to the Yes, guy? the meat technique of cooking meat is not so excellent because Po dhe teknika e pregaditjes të mishit nuk është Edhe unë e ekselente. dishta që aty me ndërhy pak, po me që mu nuk më takon, po e them Po. prapë se unë nuk jam e specializume në këtë fush, atëherë do të me Please. the tregush. butter is overcooked. The butter cannot be cooked so Do long. të He start puteri the butter është from the më start. shumë This i is pjekur. it's between the components. Let's say the cream of sweet potatoes is excellent. Do të në të gjitha komponentet, kremi i patatës së ëmbël është excellent. Yes, but it's full. The complete composition of the taste. It's too much flat. It's too much same. I was Këtë expected kompozicioni i one. pjatës është thuja se i njëjtë. Maybe the contrast need from the vegetable with one acid or citrus line, or can be one provocation of Citrus, a little bit. Yes. Lëvorën e Just- lajmit e ka just little bit po nuk e- ndjehet shumë. Nuk djesh. E He used tashti, little bit citrus. në fund, Not too much, but yes, but I miss freshness. I Yes, miss yes, it's yes. too much flat from the potatoes. freskia i it's a vjen ma flat tepër taste. vetëm prej mentës. But Po in mu ka general, pëlqyer tepër. complete is, I recognize good idea. The chef is potentially and technically prepared to continue job and to be one great chef. Yes. do të thotë, sipas shef Vllatkos, gjithçka është e mirë dhe ti ke potencial të jashtëzakonshëm për me qenë një shef i jashtëzakonshëm të ardhmen. Thank you very much. Faleminderit. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mundet? Po, të lutem. Rujat pjatën se kemi punë, mandej. Faleminderit shumë. Hajde të lutem urdhardit. Juria, nëse më tregoni edhe sa minuta kemi, deri në fund të emisionit. Bravo, Albert. Okej. Prezantoja? Mas pari po fillojmë për marinimit mishit, Po. ku e kem bo marinimin e mishit me mustort, dhe me melmesa mikse, kryp, biber dhe timo, dhe pak biber të koq. Kemi la mu marinu për të sa kohë, me pas kemi fillu me purën e laknës, ku e kemi more kemi bërë zirjen, dhe me pas e kemi bë me blinder dorës, në pure të laknës së kuq që kemi vendosur kryp, biber, timo dhe pudër. E kemi kalu blinder, me pas kemi bërë laknën e lulle laknën, falni. Po. Kemi bërë zirin e soj, ku e kemi lanë jo edhe pak ma shumë sa aldendet që dohet, dhe e kemi bërë me prezën me mirë dhe e kemi bërë krokante. Dhe me pas kemi fillu tek sosi, ku e kemi bërë me verë të kuqe. Pasi njëtin tigan ku e kemi bërë skuqen e mishit, kemi bërë sosin, ku e kemi balancu shien me sheqer, edhe me pak kep. Mirë, vazhdoj me degustimin, ju lutem, sepse s'kemi edhe kohë shumë. Sasi, ja, më shumë zështu, se pjatë. Sasi e pjatë, se shumë s'ka të I thash edhe unë. Kur ishte të... Po, po.
Jo sasi me të pjatën, ja nuk është kombinuar fare. A mundeni me i dhonë komentet e juja, e lutëm, deri sa ta deguston Vlatko? Më pëlqej. Më pëlqej shumë. Pjesa e perimeve mas pari. Edhe nuk është që e provova edhe ti për mishin, po sa pata mundësi pak prej një pjesë sansore kështu, është mirë për mu, është taman pjekja që shdojt, po e potencoj prapë. Me gjithë se mu nuk më takon edhe ti për me folë saj përket kësaj pjese, po kryesisht për pjesën e pjatës është pak e stërmbushën, për mu, për një person. Mandej vazhdojnë edhe këta. Deshta me të pyte edhe dekorin që ja ke vendosë për mi. A dush me nga tregu lullet, a janë të ngrënshme? Po. Po. E din që fa doj lullës është? Po. Hahet. Po, hahet. Këtë deri sa e kom vendosë pjat. Sepse është tepër e rëndësishme për krejt juve me ditë, që gjdo lulle, gjdo sen që e vendosim për mi pjat, do të me qenë e ngrënshme. Jo vetëm me figuru si pjesë dekorative aty, edhe na mandej me hjek ose me eliminu diçka që ka së mundemi me hangër. Për këtë arsye edhe të pyta. Atëherë, me fjalë ke pjesë sasisë, edhe unë jam dakord që mos përsërisim të njëjtat fjalë, por do të thoya diçka. Ne kam me djalin tjetër dhe në moment se ne themi, me fjalë kjo është shtyllla kurrizore ose karreja e qingjit ose pra, në moment që bëhet kjo lloj pjekje, duhet të ishte bërë pastrimi i pjesës, besoj që dhe ti do të jesh dakord tash që po ta themun, pjesës së labrës së mishit ose lukura asaj që kjo të konsumohet sa më lehtë sepse është gjysë e pjekur, nuk është me fjalë e zirë apo e pjekur në furrë apo fjalë është medium, pak apo shumë ke pjesa e medium dhe duke qenë se ke kjo, duhet të ishte bërë një pastrim i komplet i shtrydhës kurrizore të pjesës së jashtme të mishit. Kjo është fjalë që sepse edhe mënyra që kur ta presësh ose ta konsumosh ti ishte më kollaj për ta prerë dhe për ta ndarë atë pjesën, ti ishte bërë pas një. Pastaj, në moment që ti e pason dhe ajo lirohet si pjesa e mishit. Se besoj që kur e përdor ke puna mund ta lirosh se s'ban të pjesën, sepse kështu është shumë e mbledhur si pjesa. Dhe salcën që është vendosur ai shumë poshtë sa nuk e gjen dot, do të heqësh mishin që të marrësh salcën. A kjo fjalë ke pjesa, do të kishte gjetë pjatë më të madhe për këtë sasi. Shef Vlatko? Again, I find the problem with the technique of cooking this cutlet because it's different categories in kinji. For example, the premium... What category? Sorry? Different categories of lamb meat. Aha, okay. Kinji, no? Po, kinji është domethënë kategori këtë tjetër prej kinjit, këtu e ka gjetë një farë gabimi. This meat, at the start, it's not superior grand quality of the meat. It's not so tender, but can be with different techniques, be very cooked tender. So the technique of cooking meat again have... Por me këtë teknikë që është përdor, nuk është ajo e duhura. For example, need more high temperatures to shock, thermic high shock to close the meat. You allowed very slow cooking, so you boil the meat and it's not tender. The other technique can be with a meal, with a... Me mill? Me mill. Me mill, po teknika tjetër me mill. Yes. Also, high temperature, short time to close the meat. Because you allow all the liquids, so it's difficult to eat. Must be... But I like very much the presentation, the colors. Prezentimi, ngjyrat janë të i pëlqyeshëm. Then the sauce is very interesting for me. Sosi është shumë interesant për Vlatkon. Yes, and the contrast with krokant laken. Kontrasti me lakën është interesant. It's shumë interesant. Shumë interesant. Yes. You start to learn Albanian, you see? In general, it's a good dish. Në general është e mirë. Yes. Thank you very much. Faleminderit shumë. A merr pjatë të lutëm?
Edhe tash ju lutem juria filloni me vënien e pikëve dhe në ndërkohë miqtë mi dashur po shkojmë ne me një blok marketingu dhe kthehemi më njëherë me shpalljen e rezultateve dhe shpalljen e fituesit këtu në Master Service Chef për ditën e sotme. Qëndroni me neve. Yasin Metal nga Prizreni, lider në prodhimin e pajisjeve profesionale për gastronomi, kuzhina industriale, vitrina, frigorifer dhe frigodhoma me standarde evropiane, me 70% eksport në Gjermani, Austri, Zvicër e shumë vende të tjera. Yasin Metal ofron edhe dizajn dhe projektim të kuzhinave profesionale, si dhe një gamë të gjerë produktesh të importuara për gastronomi. Yasin Metal, cilësi që i besojnë profesionistët. Hotel Princi Arbit, aty ku çdo hapësirë të përqafon me butësi, komoditet dhe ngrohtësi. Ambienti relaksues dhe spaja e brendshme krijojnë një vend ideal. E kur vjen dita për të festuar, salla e dasmave sjell shkëlqim. Hotel Princi Arbit. Kudo që punoni, një gjë është e sigurt. Uniforma juaj ka lindur këtu. Këtu pritet, këtu qetet, këtu merr formë. Arda Tex Group, vishu për sukses. Flutra faleminderit, unë faleminderit shumë që ishit edhe shime dhe tjera, tash ta po shkojmë i shpoll. Faleminderit ty që e përjetum një eksperiencë pak më ndryshe edhe unë edhe Flutra. Keni bashkë bisedim, keni emision pak më ndryshe. Faleminderit shumë. Edhe shpresoj që shifemi po patjetër ama herën tjetër në rolin e garuzëve. Në rolin e garuzëve. Po vina unë e honave. Patjetër. Faleminderit shumë, edhe një herë gëzuar. Ju takofshim, miru pafshim. Faleminderit shumë. Miqtë mi dashur, po shkojmë me shpalljen e fituesit. Mirë, po shkojmë po i marrim zarfin nga juria se ta shohim kush është fituesi i natës së sotme. Edhe muzikën po ndëgjojmë. Në prapavi. Mirë. Shkelzen Azuni nga shef Naim Bashmiri. Në total ka marrë 57 pikë. Ndërsa Ardit Krasniqi nga shef Naim Bashmiri ka marrë 55 pikë. Shkelzen Azuri nga shefja Adelin Jashari Biktis ka marrë 93 pikë. Ndërsa Arditi 76 pikë. Shkelzen Azuri nga Vlatko Ohrinovski, shef Vlatko, ka marrë 56 pikë. Ndërsa Ardit Krasniqi nga shef Vlatko Ohrinovski ka marrë gjithsej 57 pikë. Dhe fituesi i natës së sotme është me 206 pikë Shkelzen Azuni. Faleminderit shumë. Djem, ju lutem afroni edhe jep janë i dorën njëri tjetrit. Keni garu fer, keni garu si burrat. Urime dytini të mirë. Bravo shumë. Faleminderit shumë. Miqtë mi dashur, juria faleminderit shumë. Takojmë në emisionin të radhës. Shnet e gëzime për gjithve. Gëzuar, tong, qëndroni me RTK-n edhe qëndroni me emisionin Masterchef çdo të diellit. Tong. Se fryma më mbaroj. Oh,
Gjithmonë do t'jem pranë, të jap jetë e di, dhe pse jetë nuk kam, se fryma më mbaron. Oh, për ty, për ne të dy, dhe them e vete, ku je, ku shpirt në ret. Atje nuk kam më jetë. E di nuk e më di ai që vjen. Nuk e vetëm e vete. Ku je ky shpirt në ret. Atje nuk kam më jetë. E di nuk e më di ai që vjen. Nuk je vetëm, gjithmonë do t'jem pranë, të jap jetë e di, dhe pse jetë nuk kam, se fryma më mbaroj. Oh, për ty, për ne të dy, se them e vete, ku je ky shpirt në ret. Atje nuk kam më jetë. E di nuk e më di ai që vjen. Nuk e Ku je ky shpirt në ret. Atje nuk kam më